Në këtë nivel, unë besoj që qytetarët e Kosovës din me vlerësu edhe këtë përgjigje kanë me edha me 28 dhjetor. Albin Kurti së fundmi është cilësuar edhe si blokues i dialogut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diçka që aktorët e vendosjes disi sikur nuk e besuan, u përpoqën ta shesin sikur dezinformat dhe keq informim në kuptimin e cilësimit të atyre që kanë folur duke mos i cilësuar si zyrtar të drejtë për drejtë Washingtonit. Ajo që e pam edhe ishte edhe live, edhe ata që kanë dilema se ose ata të paktën që janë mundu me përpiqë diçka jo reale, mund ta shohin në YouTube, mund ta shohin në kanalin zyrtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ishte një interpretim i ekspertëve të fushës të caktuar të cilë janë të angazhuar për vlerësimin e gjendjes Kosovë në domën e përfaqësuesve dhe është domosdoshmë qëndrim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket vlerësimit për kryeministrin që ka thënë Kosovën këtu 5 vitet e fundit, 4 me mandat qytetar dhe pothuajse po bën 1 vjet duke uzurpuar institucionet e Kosovës, do në ato deklarimet e mia të para kur ka marrë edhe pozitën e deputetit, edhe pozitën e kryeministrit, kam thonë që tani kemi hyrë në fazën e gruashtetit, sepse mandati ka qenë 4 vjeçar, ligji për qeverinë nuk ta mundson, kushtetuta nuk ta mundson me marrë 2 pozita njëkohësisht. Dhe këtu ka pas hapësirë, mendoj që ndoshta do duaj në atë periudhë kohore partitë opozitare dhe shoqëria civile të vendosishin në mbrojtje të kushtëshmërisë së Kosovës, edhe mja pa mundësu hyrjen në qeveri dikujt i cili nuk ka mandat, sepse nesër mund të edhe shkodroni edhe jo pa pas mandatin me shku më ullë në zyre të qeveri, sepse keni qenë në pozitë të njëjtë barabarë sikur me atë që ka qenë. Ai ka pas jo keni detyrën e gazetarit, ai ka pas detyrën e deputetit dhe pa pas mandatin ka u thejë dhe po menaxhon për fat keq që edhe me buxhetin e Kosovës duke u bërë përpjekje që të blej vota duke pa veten shumë të rrezikuar nga humbja e thellë në zgjedhjet e 28 dhjetor. Pse po qëndron në qeveri? Pse po dojnë kaq shumë? E kam ndërshtimin tuaj të qëndrojnë në opozitë? Për shkak të beneficioneve apo për shkak të mundësisë për të qenë pasur edhe parat? Edhe ju pëlqen pushteti, edhe për të marrë mirat që ja ofron pushteti, por edhe për të mbrojtë dëbamat e tyre në këtë qeverisën që kanë pas, sepse është mënyra e vetme që duke qëndruar në ato zyre të mbrojnë veten e tyre, sepse pothuajse nuk ka javë që prokuroria, policia nuk troket në zyret e qeverisë për aferat korruptive dhe për skandalet e kësaj qeverie. Pra janë të dyjat, edhe ja u kanë pushtetin, edhe i friksohen burgut. Nuk e thatë ju që ndoshta më shumë ju i keni munguar kuvendit se sa kuvendi juve. Pse? Po mendoj që ka pas shumë tema me cilat deputetët kanë mund të marrën përveç asaj e cila ka qenë e çështjes konstituimit të kuvendit dhe qeverisë, sepse ka pas shumë probleme tjera me cilat deputetët do duhet të mirëshin. Pra jashtë foltorës? Jashtë foltorës së kuvendit, jashtë atyre seancave të shkurtra. Dhe unë po flas, a mbani mend dikush që ka bën një kritikë për gjendjen shëndetësi për këta 9 muaj? A dini deputet i cili ka ngrit një shqetësim për gjendjen në cilën ka degraduar shëndetësia jonë? Kemi ardhur në një situatë ku është rrezikuar jeta e pacientëve për shkak të tenderomanisë e cila është zhvilluar në qendrën klinikë universitare. Atje sonte patëm një kronikë në këtu në Ekran Kosovë ku tha se një pllak po e rrezikon edhe një fëmijë, i cili është i shtrirë një pacient për të rënë në kokë. Jo, degradimi i cili ka ndodhur, unë nuk tham që shëndetësia jonë ka qenë në gjendje shumë të mirë. Ka pas edhe të kalume, edhe mirë, po kaq keq nuk ka qenë asnjëherë. Ka shumë pacient që shkojnë për trajtim jashtë vendit, nuk ka pas asnjëherë. Si mund të arsyetohet, justifikohet, që të arritësh buxhetin për barnat esenciale mbi 120 milion, e të kesh mungesat bardhave më shumë se sa kur buxheti ishte 30 milion. Prej problemet të theksuara Zotja Agjiu me hemodializë. Prej shëringave e deri të gjëra tjera, barna tjera pra mungojnë në qendrën klinikë universitare. Si është e mundun kjo? Çka po ndodh? Ku po shkojnë parat? Me 120 milion euro nuk do duhet të kishte asnjë mungesë. Mungojnë barnat onkologjike, mungojnë barnat esenciale, mungojnë materiali furnizues. Mjekësor. Shpjegimi juaj për këto mungesa me kaq shumë para? Sepse tenderomania
abuzime përmes tenderëve, vjedhjet hajnit që ndodhin, atëherë kjo